Pasi ka kaluar me sukses përfaqësimin e Shqipërisë në të gjitha ekipet kombëtare të moshave, shtatlarti i ekipit të Vllaznisë, Gersi Jula, fitoi besimin e stafit teknik të Federatës Shqiptare të Volejbollit për të bërë pjesë edhe ekipit kombëtar A, debutimin e të cilit e pati në eliminatorët e kampionatit evropian, ku spikati për performancën e tij. Kam qenë me ekipet e moshave U17, U18, U19 edhe deri tek U22, kjo ishte hera parë me ekipin e parë kombëtar. Niveli evropian ishte shumë i lartë. Ne luajmë me ekipet të mëdha që janë Finlanda, që shkoi deri në çerkfinale e botënorit, luajmë me ekipin rumun që janë ekipet më të mira të Europës. Ishte një performancë shumë e mirë ku me Romaninë, sidomos që fituame, është një kënaqësi e madhe me luajtur me përforcuar ekipin kombëtar. Përvoja e fituar në përbërje të kombëtares, mes të cilëve është edhe talenti shkodran Anton Qafarena, është padyshim një mundësi më shumë për ta vënë në shërbim të Vllaznisë. Një krenari me lujt për ekipin kombëtar, sidomos në këta nivele që kanë shku ato. Kemi të bëjmë me lojtarë shumë të mirë që losin edhe jashtë, por brenda Shqipërisë ka shumë elemente të mirë. Por sidomos me pjesën jashtë, për shembull siç është Anton Qafarena, Leonardo Doda, Redi Bakiri, është një kënaqësi e madhe për me lujt. Shpresojmë që të japim edhe fije vetit më tepër, edhe pse jo me ikë edhe prapë të vazhdojmë edhe herë rritnin. Në mbyllje Jula flet edhe për ekipin Kuqeblu, ku në ndrejtimin e trajnerit Artan Kalaja, këtë sezon të ri sportiv, pritet të bëjnë një paraqitje të mirë në kampionat. Me thonë drejtën, se e fillume ne ishim shumë mirë. E fillume 2 fazat e parë, e fillume shumë mirë, me blemjet, u përshtatme me ekipin, me trajnerat, gjithçka mirë. Por me ardhin e fazës dytë, edhe ekipet e tjera u forcuan shumë, edhe bënë një fije më tepër konkurrues kampionatin. Por do shpresojmë për simjet, ndoshta mund bëjnë diçka më mirë. Ndoshta me blemjet e reja që mund na ofrojnë presidenca, edhe mund bëjnë diçka më mirë.